Olsi, tashmë kemi një lider të ri të Iranit. Si do jetë Irani me, po themi, drejtimin e djalit të Ali Khameneit? Lideri i ri Iranit, emri i tij është Moshtaba Khamenei. Në arabisht Moshtaba do të thotë njeriu i zgjedhuri i Zotit, i Perëndis. Moshtabai është 56 vjeç, ai ka qenë krahu i djathtë i babës së tij, ka marrë pjesë në luftën Iran-Irak, është njeri me eksperiencë ushtarake dhe është njeriu i dashur i gardës revolucionare iraniane. Moshtabai në këto momente që u zgjodh imami i Republikës Islamike, është një person i cili përveç se ka backgroundin e tij fetar, përveç se ka mbështetjen e gardës revolucionare, në të njëjtën kohë ai është një person që izraelitët në datën 28 shkurt i vran babën, nënën, gruan edhe vajzën. I kanë vrarë 4 njerëzit më të afërt familjes. Dhe sikur mund të imagjinohet, ai është një person që do të kërkojë hakmarrje. Për gardën revolucionare iraniane, për revolucionarët iranianë, për personat që duan luftë dhe fitore të Iranit ndaj Izraelit dhe zionizmit, Moshtabai shihet si njeriu që do sjellë ndryshimin e madh, nga që ndryshe nga babai i tij, i cili ka qenë shumë i moderuar dhe i bënte nervoz shumë strateg iranian, dhe nuk i lejoi iranianët që të zhvillojnë bombën nukleare dhe raketa interkontinentale, shpresohet që një nga fetvat e para që Moshtaba Khamenei do sjelli, do të jetë që ai do të lejojë prodhimin e bombës nukleare. Dhe iranianët po e shohin në këtë luftë të tmerrshme që ata po kanë në këto momente, ku perandoria judeo-amerikane po i masakron iranianët në mas, ata e kuptojnë që e vetmja mënyrë se si Irani mund të mbijetojë dhe mos ketë fatin e Irakut të Saddam Husseinit, apo e Libisë së Muammar Gaddafit, apo i Jugosllavisë, apo i vendeve të tjera që ka shkatruar Perëndimi, e vetmja mënyrë se si Irani mund të mbijetojë është bomba nukleare. Megjithatë, iranianët, se duhet kuptojnë që Irani është një shtet teokratik, imami i Republikës Islamike të Iranit është përfaqësues apo mëkëmbës i Imam Mehdiut. Imam Mehdiu në teologjinë shite është kushëriri i largët i Abazaliut, që është legjenda e Bektashive që thotë erdhi Abazaliu në Tomor nga Kerbelaja. Po është pak a shumë pasardhës i Imam Aliut nëpërmjet linjës së Imam Huseinit. Dhe në teologjinë shite, shitët besojnë që para ditës së Qametit, Allahu do të zbresi Imam Mehdiun, i cili do të udhëheqë muslimanët në një betejë finale kundër Dajjalit apo antikrishtit, i cili do të drejtojë ushtrinë e judejve nga Palestina. Vrasja e Imam Ali Khameneit, që ka shkaktuar edhe këtë tërbim të iranianëve, të cilët po sulmojnë amerikanët në gjitha cepat e botës, ka të bëjë me konceptin e mazlumit, e quajnë ata. Termi mazlum do të thotë në persisht dikush që është dhunuar padrejtisht. Dhe shiitët kanë këtë konceptin e martirizimit, sikur Imam Huseini në Kerbela që u vra nga Jezidi, dhe në profecitë e tyre, në hadithet e tyre, shiitët besojnë që në fundin e kohës ata do të përballen me ushtrinë antikrishtit dhe një njeri drejt në mesin e tyre do të vritet, që ata mendojnë që është Imam Ali Khamenei, dhe në profecitë e tyre ata besojnë që në fund të muajit të Ramazanit, po nuk dihet se në cilin Ramazan, Irani apo grupi besimtarëve do të goditet me një ulërim të madhe që do vijë nga qielli. Dhe shumë teolog dhe eskatolog e përkthejnë këtë si një sulm nuklear që do të ndërmerret nga Izraeli apo nga Amerika. Megjithatë, iranianët nuk kanë frikë nga një sulm nuklear amerikan, biles për personat që kanë ndjekur
një intervistë që Steve Witkoff, këshilltari apo i dërguari special i presidentit Trump, dha në fillim të shkurtit 2026, ku thoshte që presidenti Trump po habitet pse nuk po kapitullojnë iranianët. Shiitët në teologjinë e tyre kanë idenë e martirizimit. Ata domethënë e quajnë për nder që të vriten dhe të vdesin në luftë, sikur Imam Hyseini vdiq në Kerbela. Dhe për ata domethënë e mirëpresin një sulm nga Amerika dhe Izraeli, por duke ndjekur shembullin dhe traditën e Imam Hyseinit, ata nuk e pranojnë kurrë nënshtrimin ndaj një pushteti brutal. Dhe për iranianët, kjo aleanca judeo-amerikane e sotme shihet si aleanca e Jeffrey Epsteinit. Në për mediat iraniane, Donald Trumpi, Netanyahu, Jeffrey Epsteini tregojnë si pjesë e një aleance vrasësish, sadistësh, pedofilësh, dhe për shembull emailat e Epsteinit që u bën publike etj. I kanë bindur iranianët që ata përballen me të keqen ekstreme të fundit të kohës, dhe ata presin që, dhe faktikisht kjo është diçka që beson edhe Benjamin Netanyahu. Rebe Labovich, një nga rabinët e Netanyahut, i ka thënë atij disa dekada më herët që ti do të jesh kryeministri i fundit të Izraelit dhe mbrapa te do vinë Meshia. Dhe ashtu sikur izraelitët besojnë, judejnë besojnë që ata do bëjnë një betejë të madhe eskatologjike kundër ishmaelitëve, domethënë muslimanëve dhe islamit, ku ata do të bëjnë Armagedonin, ku do të bëjnë një mal me koka njerëzish që do ta vrasin, ndoshta nëpërmjet përdorimit të bombës nukleare. Edhe iranianët besojnë në të njëjtën gjë, që ata do të përballen me të keqen e madhe të judejve në fundin e kohës, ku ata do të goditen me armë të shkatrimit të mas. Por pasi të ndodhi kjo goditje apokaliptike, cila do të vrasi me miliona njerëz, më pas Allahu do të sjellë Imam Mehdiun, i cili do t'i udhëheqë iranianët, muslimanët dhe të gjithë popujt e botës, dhe do t'i nxjerrë ata nga robëria e zionizmit ndërkombëtar. Sipas nenit 5 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, udhëheqësi suprem i Iranit, apo imami i përkohshëm, sigurisht Moshtaba Khamenei, është i detyruar që të qëndrojë në këtë pozitë deri në momentin që Allahu do sjellë Imam Mehdiun. Në momentin që Zoti do sjellë Imam Mehdiun, udhëheqësi suprem i Iranit, në këtë rast Moshtaba Khamenei, tërhiqet nga detyra dhe detyrën e merr ky imam, i cili do të udhëheqë botën dhe njerëzimin në luftë kundër së keqes së Antikrishtit. Dhe Irani, si një shtet teologjik, beson që është duke bërë një luftë hyjnore kundër të keqes që udhëhiqet nga aleanca judeo-amerikane. Zgjedhja e Moshtaba Khamenei i ka motivuar iranianët, për personat që ndjekin lajmet nga Irani, ata dalin nëpër rrugë, brohorasin etj. Dhe në veçanti garda revolucionare, e cila është shtylla kryesore e pushtetit iranian, dhe garda revolucionare i quajnë veten e saj si ushtria e Imam Mehdiut, e cila në fundin e kohës do të shlirojë Jeruzalemin nga judejnë. Ata e shohin Moshtaba Khamenein si imami i cili do t'i udhëheqë ata dhe do t'i lejojë gardën revolucionare që ndoshta zhvilloj bombën atomike, dhe pasi ata e kuptojnë që në ekuacionin e forcave që ata kanë me Izraelin dhe me Amerikën, e vetmja gjë që mund t'i trëmbi amerikanët është krijimi i bombës atomike, sipas shembullit të Koresë së Veriut.